Shkatërrohet një grup kriminal, pjesëtarët e të cilit akuzohen se janë përgjegjës për trafikimin e mbi 1,6 ton drogë brenda një harku kohor të një viti. Policia e Vlorës në një konferencë për mediat tha se janë vënë në pranga 3 persona, pjesëtarë të kësaj bande kriminale. Ata dyshohet se kanë tentuar që në harkun kohor të një viti të trafikojnë rreth 1 ton e 631 kg kanabis nga Shqipëria drejt Italisë. Droga u sekuestrua fal disa operacioneve në Itali dhe në Vlorë, që në treg do të kapte vlerën e 10 milionë eurove. Bexhet Selam Alliaj, vjeç 43, lindur në fshatin Romës dhe banues në Vlorë, i arrestuar disa herë për krime të rënda. Dritan Marko Kaçani, vjeç 42, lindur në Fier dhe banues në Zvërnec. Shpëtim në Vrus Shehu, vjeç 22, banues në fshatin Zvërnec të rrethit Vlorë. Ndalimi këtyre shtetasve u krya pasi nga tërësia e veprimeve hetimore të kryer në harkun kohor të një viti ka rezultuar se këta persona kanë qenë të përfshirë drejt për drejt në një aktivitet kriminal me tendencë trafikimin e narkotikëve nga Shqipëria në drejtim të Italisë. Më konkretisht shtetasit e mësipër janë përgjegjës për sasinë prej 600 kg marijuan e sekuestruar në fshatin Zvërnec të rrethit Vlorë, për sasinë prej 1 ton marijuan të sekuestruar në kuadër të operacionit Karaburuni me datë 10/8/2012. Për sasinë prej 17 kg marijuan e sekuestruar në kuadër të operacionit Vakance 1, për sasinë prej 14 kg marijuan të sekuestruar në portin e Vlorës në kuadër të operacionit Vakance 2. Policia tha se këtij grupi janë sekuestruar edhe 4 ngarkesa të tjera me sasi të konsiderueshme marijuane.